Themeluesi i Partisë Frymare Demokratike Gazmend Toketa deklaroi se tashmë është shumë e rëndësishme që të zgjidhet një president konsensual. Gjatë një transmetimi live në emisionin Arena të gazetarit Roland Qafoku, Oketa i është përgjigjur pyetjeve nga studio në një transmetim maraton për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas tij, dështimi i raundit të parë nuk do të thotë se u mbasin mundësitë që palët politike të gjejnë një kandidat i cili do të mund të gjejë konsensusin e palëve politike. Ju vetë thatë që e mirë ishte që të kishte konsensus, po a e parashikoni që do ketë konsensus? Fatkeqësisht klasa politike shqiptare gjithmonë zgjidhjet i ka gjetur në momentet e fundit. Ky raund kaloi në boshlik, prapë ne nuk duhet të jemi pesimist. Kemi edhe 2 raunde tjera që parashikojnë një zgjedhje të presidentit me 84 vota, që do të thotë kemi afërsisht edhe 2 javë në dispozicion për të gjetur një konsensus sa më të gjerë. A nuk rrezikojmë edhe me këtë, po themi, golden goal në minutat e fundit? Ka qenë gjithë koha e dur, gjitha hapësirat e duhura për të konkluduar me një proces sa më konsensual, sa më transparent, një proces i cili në radhë parë do t'i vinte në ndihmë interesave të qytetarëve shqiptar. E mira do ishte që diskutimit mos përqendrohej në emra. Më parë duhet arritur një konsensus në mënyrë që cilido qoftë emri i kandidatit të marrë më shumë se 84 vota, dhe qoftë ky zoti Zaganjori apo një emër tjetër me cilësi të ngjashme, por Frymën e Re Demokratike nuk do të kishte asnjë problem që të votojë në rast se kandidatura do të shihej si një kandidaturë vërtet konsensuale. Për më shumë se 3 orë në emisionin Arena është diskutuar çështja e zgjedhjes së presidentit dhe dështimi i raundit të parë për zgjedhjen e tij. Të ftuar si Gëzim Podgorica, Olsi Baze, Artur Roshi, Oltjon Kadafçiu, Petro Koçi dhe Vladimir Lame kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me këtë çështje. Shanset që palët kanë për të gjetur gjuhën e mirëkuptimit dhe rëndësinë e përzgjedhjes së një figure të kompletuar politike për president.